Jam në dilemë, nuk di se çfarë të bëj. Të ndjek jetën martesore apo atë murgërore. Të rinjt ndodhen përballë dy rrugëve të jetës. Dhe jeta martesore dhe jeta murgërore janë të bekuara. Jeron, si duhet të përgjigjemi të rinjve që pyesin nëse jeta murgërore është më e lartë se ajo martesore? Fillimisht, duhet të jepni të kuptojnë se cili është qëllimi i njeriut dhe cili është kuptimi i jetës. Pastaj t'u shpjegoni se të dyja rrugët që ka caktuar kisha jon janë të bekuara, sepse të dyja mund të çojnë në parajs, nëse jetojnë sipas Perëndis. Le të supozojmë se dy njerëz nisen të shkojnë në një pelegrinazh. Njëri shkon nga rruga asfaltuar me autobus, kurse tjetri shkon me këmbë nga një monopat. Por të dy kanë të njëjtin qëllim. Perëndia gëzohet edhe për të parin, edhe për të dytin, ndjen admirim. E keqja është kur ai që kalon nga monopati e gjykon atë që kalon nga rruga e asfaltuar ose anasjelltas. Është mirë të rinjt që mendohen për murgërinë ta dinë se misioni i murgut është shumë i madh. Është të bëhet engjëll. Në jetën tjetër, në qiell do të jetojmë si engjëj, u tha Krishti i Saducejve. Prandaj shumë të rinj që kanë përkushtim të madh bëhen murgj dhe fillojnë jetën angjëllore që nga kjo jetë. Le të mos mendojë njeri se ata që shkojnë në manastir do të shpëtojnë me që u bën thjesht murgj. Çdo njeri ka për të dhënë llogari para Perëndis nëse e shenjtëroi jetën që zgjodhi. Kudo nevojitet për kushtim, Perëndia nuk bën njerëz që bëjnë prokopi dhe njerëz që nuk bëjnë. Por ai që nuk ka përkushtim, çfarë do lloj jete të ndjek, pa prokopi do të jetë. Ndërsa i përkushtuari përparon kudo që të ndodhet, sepse ka hirin e shenjtë. Ka njerëz të martuar që jetojnë në mënyrë shumë të virtytshme dhe shenjtërohen. Një familjar, nëse e do Perëndin dhe tërheq dashuria hyjnore, mund të përparojë shumë nga ana shpirtërore. Ndërkohë, pasuron dhe fëmijët e tij me virtyte, krijon një familje të mirë, kështu do të marrë pak të dyfisht nga Perëndia. Prandaj, çdo i ri duhet ta ketë si qëllim të përpiqet me sedër dhe pa ankth që të shenjtërojë jetën që ka zgjedhur. Dëshiron martesën, le të martohet, por të përpiqet të jetë familjar i mirë dhe të jetojë me shenjtëri. Dëshiron murgërinë, të bëhet murg, por të përpiqet të bëhet një murg i mirë. Le të mas fuqitë e tij të shohë se çfarë mund të bëj dhe sipas kësaj të zgjedh një nga të dyja rrugët. Nëse një vajzë, për shembull, e shikon se nuk ka fuqi të bëhet murgesh, atëherë le t'i thotë Perëndis me përulësi: Perëndia im, jam e pafuqishme, nuk mund të jetoj si një murgesh. Dërgom një njeri që ka për të më ndihmuar, të bëjë një familje të mirë dhe të jetojë në mënyrë shpirtërore. Dhe Perëndia nuk ka për ta lënë. Nëse martohet dhe bën një familje të mirë, jeton në përputhje me Ungjillin, nuk do t'i kërkoj Perëndia më shumë se kaq. Sigurisht, ka të rinj për të cilëve Perëndia kërkon pak, por ata, të nxitur nga sedra, përpiqen shumë dhe i ofrojnë Perëndis më shumë duke zgjedhur jetën murgërore. Ata do të marrin një kuror të dyfisht. Nëse një shpirt ka prirje drejt jetës martesore dhe dëshiron prej sedrës së madhe të sakrifikojë çdo gjë dhe të ndjek jetën murgërore, kjo gjë ka për ta mallngjyer jashtë masë Perëndin. Vetëm të përpiqet që nxitjet të jenë të pastra, të mos shtyhet nga kryelartësia. Nga ky moment e në vazhdim, Perëndia do të largojë të gjitha vështirësitë.